Ja pse boja e flokëve po ju del shpejt. Këto janë gabimet që bën çdo femër kur i lyen flokët. Ndryshimet gjithmonë na bëjnë mirë dhe më lehtë padyshim janë edhe ato të pamjes së jashtme. Është një lyerje e flokut, një prerje, një ndryshim i outfitit dhe rifreskimi i pamjes suaj. Ditët e verës po vinë, ndaj edhe gjëja e parë që duhet të bëni është një prerje e flokut që do ju rikthejë shkëlqimin dhe butësinë. Ekspozimi për një kohë të gjatë në diell në temperatura të larta të ftohta ose edhe në smogun e qytetit mund të bëjë që lyerja dhe prerja e flokut mund të jetë gjithmonë e rëndësishme për të nisur një rutinë të re. Por sigurohuni që të mos bëni këto gabime. Sipas Bright Side në këtë video do të rendisim gabimet të cilat nuk duhet i bëni sa herë që lyeni flokët. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mos i lani flokët menjëherë ditën që i keni lyer. Prisni të paktën deri në 72 orë. Prisni deri në 3 ditë që shtresa e kutikulave të mbyllet plotësisht dhe të përthithen molekulat e bojës. Mos i lani flokët më shpesh se 2 herë në javë. Armiku më i keq kundër bojës së flokut është uji. Pasi t'i keni larë me shampo flokët, lini që uji të rrjedh vetëm për disa minuta në flok, por jo më shumë për më gjatë. Uji i nxehtë të dëmton shtresën e jashtme të kutikulës dhe kjo është një nga arsyet më të zakonshme që lidhen me zbehjen e ngjyrës. Sa më i nxehtë të jetë uji që shplani flokët, aq më shpejt do të zbehet ngjyra. Përdorni gjithmonë një balsam pasi flokët e lyer me shumë gjasa janë më të brishtë dhe më të thatë. Balsami ndihmon në krijimin e një pengesë mbrojtëse e cila mund të pengojë ngjyrën tuaj të shplahet shpejt. Thajini mirë me peshqir përpara se të përdorni tharsen e flokëve. Aplikoni gjithmonë një spray kundër nxehtësisë përpara se të përdorni mjetet e nxehta si pjashtra e madhe për të stimuluar edhe stilimin e flokëve. E fundit, por jo pak e rëndësishme, për shëndetin e flokut tuaj. Sigurohuni që të kalojë në 6 javë nga lyerja e parë përpara se të lini një takim në sallonin e bukurisë për të lyer sërish flokun tuaj. Këto janë disa nga mënyrat për ta mbajtur flokun tuaj më të shëndetshëm dhe për të evituar kështu dëmtimin e tij. Në shumë raste femrat realizojnë ngjyrosje në kushte shtëpie duke mos ju drejtuar qendrave të specializuara për këtë proces. E nëse flokët tuaj nuk ja besoni dot një parukerie për shumë arsye, atëherë duhet të tregoni kujdes gjatë realizimit të kësaj pune në shtëpi. Me blerjen e bojrave ju mund të arrini pa problem rezultate profesionale dhe të kurseni kohë gjithashtu edhe para, por kjo nuk do të thotë se kësaj detyre nuk duhet i qaseni seriozisht. Këto janë gabimet më të zakonshme që i bëjnë femrat kur është fjala për ngjyrosjen e flokut, të cilat duhet të tregojnë më shumë vëmendje edhe në mbajtjen e tyre më të shëndetshme dhe gjithashtu pa shkaktuar dëmtime të tyre. E përhapni ngjyrën gabimisht. Përveç se nëse bëhet fjala për ngjyrosjen e parë të flokut, ju nuk mundeni që thjesht vetëm ta shpërndani ngjyrën si të dëshironi. Madje edhe aplikimi një trajtshëm i ngjyrës është një veprim i gabuar sepse në flok që nuk janë trajtuar me ngjyrë, ngjyra duhet të qëndrojë më gjatë. Së pari, aplikoni ngjyrën në pjesën më afër majës së kokës, prisni 10 minuta dhe më pas e aplikoni në të gjithë flokët tuaj. Nëse gjithmonë ngjyrosni flokët me të njëjtën ngjyrë, mund të ngjyrosni edhe vetëm rrënjat. Nuanca e gabuar sjell rezultate katastrofike. Kjo është veçanërisht e vërtet për vajzat bjonde ose ato që duan flokët më të ngjyrë të kuqe. Nuk ka rëndësi që tentojnë në pakun e ngjyrës që të duken të mrekullueshme, por flokët e saj mund të bëjnë edhe dështimin. Nëse doni rezultate më të mira dhe jo flokë të gjelbër ose me ngjyrë të së verdhë dhe së vezës, para ngjyrosjes në shtëpi konsultohuni me parukerin për të marrë gjithashtu edhe trajtimin e duhur sipas nevojës së flokut tuaj. Këto ndryshime të vogla në rutinën tuaj të përditshme mund të bëjnë gjithashtu diferencën e madhe për të pasur flok të shëndetshëm dhe plot gjallëri. Ngjyrosja në shpejtësi është e gabuar për stilin tuaj të flokut, gjithashtu edhe për t'i pasur ato më të shëndetshme. Thoni që në të vërtet ngjyra e flokut tuaj mund të jetë gjithashtu edhe më e mira për shëndetin tuaj, por duhet të tregojeni të kujdesshëm, të mos i ngjyrosni ato me shpejtësi, pasi mund të ndikojë në ngjyrën e tyre që të humbasë më shpejt. Mos i ndani të paktën jo më pak se 50 minuta në flokun tuaj. Femrat shpesh çojnë rezultate të dobta në këtë drejtim.
Edhe ngjyrosja e gabuar e flokut mund të jetë një arsye që mund të çojë gjithashtu në rënien e tyre. Femrat shpesh lënë ngjyrosjen për në moment të fundit, por kjo është e gabuar pasi mund të ndikojë gjithashtu edhe në dëmtimin e flokut tuaj. Nëse nuk keni kohë për të ngjyrosur flokët si duhet, atëherë mos e nisni fare ngjyrosjen e tyre në kushte shtëpie pasi mund të dëmtoni kështu edhe strukturën e flokut tuaj. I harroni edhe fytyrën dhe qafën që t'i mbroni, sidomos nga bojrat që lënë ngjyra. Të gjitha femrat që ngjyrosin flokët e tyre me ngjyrë kafe ose të zezë me siguri të paktën një herë janë ballafaquar me këtë problem. Ngjyra ka dalë mirë, por njollat në vesh, në qafë, në ballë nuk hiqen për ditë të tëra. Për të shmangur këtë, kurse si mos harroni të lyeni lëkurën përgjatë skajeve të flokëve me ndonjë krem në mënyrë që të mos ngjyroset dhe të jetë e vështirë për t'u larguar. Një mënyrë fantastike kundër këtyre shqetësimeve është gjithashtu përdorimi i vazelinës. Vazelina është një alternativë shumë e mirë që mund të ngjyrosni rreth e përqark lëkurës suaj në mënyrë që të largoni edhe më lehtë më pas ngjyrat e vështira të bojës që mund të ngelen në flokun tuaj. Sigurohuni që të përdorni këto teknika në kushte shtëpie dhe rezultatet që do të merrni do të jenë të menjëhershme dhe mbi të gjitha rezultatet në flokun tuaj do të duken vërtet fantastike. Mënyra më e mirë për të nisur verën, përveç përzgjedhjes së rrobave të banjos dhe kremit mbrojtës kundër diellit, është duke i dhënë një prerje të ri lukut tuaj. Sigurisht që ndryshimi duhet të nisë nga flokët, më konkretisht nga ngjyra e tyre. Nëse jeni të lodhur duke shkuar çdo javë te parukerja, por mbi të gjitha duke aplikuar në kokën tuaj kimikate aktive si amoniaku dhe jo vetëm, ju propozojmë një lyerje të flokut në shtëpi me përbërës natyral. Këta përbërës përveç se do të ngjyrosin normalisht flokun tuaj, e forcojnë duke ushqyer me vitamina, minerale, fibra që sigurojnë hidratim të vazhdueshëm të skalpit. Në këtë video do të rëndisim 3 receta për secilën ngjyrë të cilat nuk duhet të mungojnë gjatë verës. Lyeni flokët me sherebel dhe rozmarin. Në një enë me ujë thuajse 200 ml që ka vluar më parë, shtoni 4 lugë gjedhë sherebel të thatë dhe gjithashtu 4 lugë gjedhë rozmarin të njom. I lini të zjojnë për 5 minuta me zjarr të lartë dhe më pas lini masën të pushojë për 1 orë. Pasi të ketë filtruar, do të vini re që masa është të trashur dhe mund të shtoni e atë masë në një shishe spray. Nëse doni që ngjyra juaj të jetë më e fortë, mund të shtoni gjithashtu edhe çaj të zi, por mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të flokut. Nëse doni që ngjyra të jetë e fortë, shtoni çaj të zi. Sprucioni bojën natyrale në të gjithë gjatësinë e flokut tuaj. Pasi mund të ndikojë gjithashtu edhe në ngjyrën e tyre. E lini të thaë dhe në fund e lani kokën me ujë të rrjedhshëm. Kjo do të jetë një metodë alternative shumë e rëndësishme për ngjyrën tuaj të flokut, për t'i dhënë edhe një shkëlqim të munguar. Për flokët e zinj ose me nuanca të errta, këshillohet që të përgatisni një masë me mbetje të kafes dhe gjithashtu edhe zbutësin tuaj të flokëve. Mbetjen e kafes është në ngjyruesit më të mirë për flokët e errët, të cilët variojnë nga të zezat nuancat e kafes e errët. Në një enë shtoni 10 lugë çaj me mbetje kafeje, 3 lugë gjedhe me zbutës flokësh. Bëheni këtë të paktën 2 ose 3 herë dhe gjithashtu e mbani masën në frigorifer. Bashkojeni më pas zbutësin e flokëve dhe përzieni derisa të bëhet një trajtë dhe e lëngshme. Lyeni flokët tuaj me këtë, theksohet se duhet të jenë të thata dhe të veprojnë gjithashtu për 1 orë. Më pas i lani flokët me ujë të rrjedhshëm si zakonisht dhe gjithashtu përfundimi do të jetë një ngjyrë më e bukur e flokut tuaj dhe gjithashtu një rikthim më i mirë në nuancat e tij natyrale. Lyeni flokët me kamomil, mjaltë dhe limon. Flokët bjonde janë shumë të bukur për t'u parë, por jo dhe aq për t'u mirëmbajtur. Lyerja e tyre është jo gjithmonë e lehtë, për këtë arsye ju njohni me këtë recetë interesante. Në një enë shtoni 4 lugë gjedhe me lule kamomili, e lini të zjenë për të paktën gjysmore. Më pas, pasi masa të jetë ftohur, kulloni dhe shtoni 3 lugë gjedhe mjaltë, 1 lugë çaj lëng limoni, krihni flokët dhe me ndihmën e një furçe, lyeni flokët, mbështillni kokën me një qese ose peshqir dhe mbani ashtu për 1 orë e gjysmë. Lajini në fund flokët me ujë të vakët. Vëmendje:
Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.